E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish të ditën e sotme këtu në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit dhe për t'i komentuar, për të dhënë edhe analizën të atyre se çfarë ndodhin brenda shtëpisë së Big Brotherit. Deklaratat janë shumë të mëdha, deklaratat janë shumë të fuqishme në fakt brenda asaj shtëpie. U përfol një lidhje dashurie, në fakt u përfol edhe në Prime. Deri diku Dolce dhe Edi, dy protagonistët e kësaj lidhjes, e pranuan pak e shumë që janë në një lidhje, kanë ndërtuar një lidhje dashurie, por në fakt kjo me daljen e Dolces nga shtëpia dhe shkuarjes në Grande Fratello dhe rikthimit të saj, ngriti shumë polemika dhe krijoi shumë debat. Tani, natën e mbrëmshme teksa Dolce po qëndronte në verandë së bashku me Edin dhe me banorët e tjerë, ajo tha që lidhjen jashtë, do me thënë lidhjen time të dashurisë, nuk është se e kam të definuar akoma të mbyllur. Ajo tregoi që kishte lënë hapësirë që ndoshta mund të rikthehet prap me të dashurin që ka patur, me një lidhje që ka patur të hapur në momentin kur ka hyrë brenda shtëpisë së Big Brotherit. Dhe pikpyetja më e madhe në këtë mes ka qenë se a do të vazhdon lidhja mes Dolces edhe Edit jashtë dhe apo e pengon kjo lidhje Edin brenda në lojë. Për shembull, nëse ne do të analizojmë lojën, Edi nuk është se është aktiv, do me thënë në lojë fare, nga që Dolce është shumë afër tij. Dolce që kur u kthy nga Grande Fratello nuk është fare aktive, do me thënë qëndron në hije, thjesht ulet në verandë, por i heshtur, ndërsa në anën tjetër mendoj që Olsa së bashku me Dinin dhe produksionin po suportojnë Dolcen që ta nxjerrin fituese, sepse është banorja e cila i nxori faqe bardhë në Grande Fratello dhe realisht për Big Brother VIP Kosovën është një arritje shumë e madhe që kanë dërguar një banorin të tyre në Grande Fratello, por Dolce siç duket ka rënë shumë në heshtje, ose e ka strategjik të mënyrën e lojës që do me thënë nuk flet shumë, po kur flet godet dhe goditja e saj shndrohet në lajm. Ja siç po bëjmë në ditën e sotme, që do me thënë Dolce thot që unë jam në një lidhje të hapur jashtë, të cilën unë nuk e kam mbyllur lidhjen. Do me thënë e kam lënë kështu si në pikpyetje, ndërsa brenda në shtëpi ka krijuar një lidhje me Edin. Tani, Edi mendoi që po të mos ishte me Dolcen, nuk do t'ishte kaq i nguruar, nuk do t'ishte kaq do me thënë i mbyllur më vete, por do t'ishte më dinamik, do të krijonte më shumë lojë, do të hapte më shumë debat. Për shembull, nëse do ta krahasojmë me Edin e vitit kaluar, Edi vitit kaluar ka bërë debatin me Sarën dhe me Drilonin, që ishte debati më i klikueshëm në rrjetet sociale. Unë mendoj që Edi duhet të reflekton dhe duhet të kërkon më së shumti argumente nga ana e Dolces për lidhjen e tyre. Edhe pse në fakt nuk është një lidhje akoma, le ta themi, e definuar, do me thënë ndajnë kohën bashk, qëndrojnë bashk, por nuk është se kanë diçka të definuar së bashku Edi dhe Dolce. Thjesht do me thënë Edi kërkonte që më prit jashtë, Dolce nga Italia i dërgoi një mesazh që i thonte Edi që unë do të vi, të dua, e tjerë. Ose e tëra kjo mund tjetë edhe një kërkesë nga ana e produksionit që të krijojnë debat, siç u krijua mes Tonit dhe Benitës, do me thënë lufta që morën shikueshmëri e tjerë, të krijohet debat mes Dolces edhe mes Edit. Sepse unë tek sytë e Dolces, tek mimikat e fytyrës së Dolces, tek karakteri i Dolces, nuk shoh një vajzë gënjeshtare, do me thënë shoh një vajzë e cila nuk i intereson asnjë gjë tjetër përpos puna e saj, lumturia e saj dhe qetësia e saj shpirtërore. Dhe duke respektuar veten në maksimum, Dolce nuk vë askënd para vetes së vet. Do me thënë këtë e ka parim të karakterit të saj. Këtë do me thënë kam arritur ta kuptoj. Dolce siç duket po luan me dy karta. Kartën e parë ka që e ka dashurinë dhe po e mban me kënaqësi, po kënaqet në krah të Edit,
i pëlqen të rije me Edin, sepse po të mos i pëlqente nuk do rinte, e shijon momenti me Edin e tjerë e tjerë, dhe në anën tjetër do me thënë nuk është se bën atë luftën e madhe që të jetë në qendër të vëmendjes, që ta kapën Prime-in, që të krijon ndonjë dinamik interesante, gjë të cilën në fakt po e ndalon edhe Edin. Andaj dua të marr mendimin tuaj. Si çift, do me thënë, pas deklaratës së mbrëmshme që tha Dolce, që kam një diçka hapur jashtë, që unë me sa e shoh Dolcen të gjitha këto i ka misione dhe në fakt është duke i luajtur shumë bukur, mua nuk më duket që ka një lidhje të hapur jashtë, sepse po të kishte një lidhje të hapur jashtë, nuk do të ishte aq i afërt dhe nuk do të kishte ndarë shtratin me puthje me Edin, sepse puthja e tyre u bë shumë virale dhe shumë e njohur. Jepni mendimin tuaj për këtë marrëdhënie, për këtë çift, dhe kush nga këto të dy mund të jetë finalist.